Këtë recetë e ki nga gjysha. Po na ndërkohë fillojmë gatujmë gjeve dhe flasim. Zakonisht brumrat i kam nga gjysha. Brumrat i ke nga gjysha. E përshëndesim gjyshën shumë, unë shpresoj që ka me dalë përgaqja ashtë se i del gjyshe, se gjyshe din me kam pak kritike nga njëherë. Edhe pse është lodh. Po, që mundesh me... Po. Është lodh, ku vetë fundit me shëndet, mirë po këshillat e sajna çdo herë në jetë, më kam bërë dobi. A e bën recetën komplet si të ka thonë gjyshja, a e ke ndryshu? Brumin. Brumin komplet. Gjëra tjera, gjyshja em nuk ka apliku fara qia. Okej, ose fara zeza, ose... Faren e zezë e ka përdor, mirë po këto tjerat, jo. Edhe teli nëse duhet e ke aty dhe dollapja, apo mjafton me luk? Mjafton kjo luk. Okej, ke hirë 3 vezë? Po, e kemi kosën e shtëpis. Kosën e shtëpis. Një gotë kosë shtëpie. Po shihet në këtë format e kam bo. Po.